Gati 500 milion euro më shumë. Ka që shuma që administrata tatimore gjatë vitit 2025 ka argëtuar krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vitin 2025 janë mbledhur 4.7 miliard euro, kundrejt 4.2 miliard eurove në vitin 2024. Rritja prej 12% përfaqëson diferencën mes të ardhurave të realizuara faktikisht në vitin 2025 dhe atyre të arkëtuara në vitin 2024. Nëse bëjmë një përmbledhje të gjithë vitit, zëri kryesor që ka kontribuar në rritjen e të ardhurave të administratës tatimore janë tatimi mbi të ardhurat personale dhe fondet speciale që përfshin sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Së bashku, këto dy kategori sigurojnë pjesën më të madhe të arkëtimeve, duke reflektuar një performancë të lartë në mbledhjen e taksave nga individët dhe bizneset. TVSH-ja dhe tatimi mbi fitimin gjithashtu shënuan rritje, por ndikimi më i madh erdhi nga burimet që lidhen drejt për drejt me qytetarët dhe pagat e tyre. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve thekson se kjo rritje vjen si pasojë e mirë administrimit tatimor në funksion të financimit të investimeve publike dhe përmirësimit të shërbimeve për qytetarët.